إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Ato e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Ndërsa salavatet më të përzemërta I dërgojmë njeriut më me vlerë në historinë njerëzore, vulës së pejgamberisë, krijesës më të dashur të Allahut subhanahu wa ta'ala, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, I cili nuk kurseu asgjë që sot feja jon të jetë feja islame. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush që e devijon, dhe ai I mjeri I cili dëshiron të mbetet në devijim, nuk ka kush e udhëzon në rrugën e drejtë përpos Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot I cili meriton të adhurohet përpos Allahut, dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. O ju që keni besuar, kijeni frikë Allahun sinqerisht dhe mos vdisni përpos duke qenë musliman. O ju njerëz, kijeni frikë Zotin tuaj I cili ju krijoi juve prej një veteje, dhe nga ajo e krijoi palën e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Kijeni frikë Allahun me emrin e të cilit përbetoheni, dhe ruajeni farefisin, se Allahu është mbikëqyrësi juaj. O ju që keni besuar, kijeni frikë Allahun dhe thuani fjalë të drejta. Ai ju mundëson juve të bëni vepra të mira, u ashlyen juve mëkatet tuaja. E kush e respekton Allahun dhe të dërguarin e Tij, ai ka arritur një fitore të madhe. Fjala më e drejtë është fjala e Allahut, ndërsa udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë bidatet. Çdo bidat është humbje, ndërsa çdo humbje shpije në zjarr. E lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na mbrojë nga zjarri. Amin. Xhamati nderuar, dhe ju dëgjues të nderuar të radios islame, të cilët na përcjellni nga të katër anët e botës me anë të valeve të internetit. Ju përshëndes me përshëndetjen më të bukur që ka ekzistuar ndonjëherë, përshëndetjen islame dhe përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, shpëtimi, mirësitë dhe begatitë e Allahut qofshin me ju. Temën të cilën e kam zgjedhur për ta shtjelluar sot së bashku me ju ka të bëj me shirkun dhe llojet e tij. Pra e kam titulluar llojet e shirkut. Pasi në xhuman e kaluar folëm për shirkun, folëm për definicionin e shirkut dhe folëm për atë se shirku është mëkati I vetëm të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala nuk do ta falë. Folëm për atë se si erdhi shirku për herë të parë në rrezullin toksor, dhe folëm për pasojat e shirkut. Tani është radha që të flasim për llojet e shirkut, sepse shirku nuk është vetëm një lloj. Shirkun dietarët e kanë ndarë në dy lloje: shirku I madh dhe shirku I vogël. Shirku I madh është shirku të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala ka premtuar në Kur'anin famëlar që nuk e fal. Përveç nëse ai shirk apo ai person I cili bën shirk pendohet me pendim të sinqert dhe vdes me besim të pastër. Pra, nëse ai person I cili bën shirk vdes me shirkun e tij, këtë shirk pra Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e fal asesi.
Ndërsa nëse pas shirkut të tij ai pendohet sinqerisht te Allahu dhe kthehet në besimin e pastër, edhe vdes me këtë besim, atëherë shpresojmë që Allahu subhanahu wa ta'ala t'ia falë dhe t'ia pranoj pendimin. Ky shirk pra, shirku i madh, nënkupton që dikush të konsideron për Zot diçka tjetër përpos Allahut, qoftë ajo krijesë apo qoftë send. Pra çdo gjë që adhurohet përpos Allahut subhanahu wa ta'ala, pra i përshkruhet shok Allahut, kjo është tagut dhe është shirk në Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra dikush i beson diçka tjetër përpos Allahut, i frigohet atij asaj gjëja apo asaj krijese ashtu siç duhet t'i frigohet Allahut, dhe e do atë krijesë ashtu siç duhet ta dojë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra ky është shirku i rivalitetit apo shirku teswije, që quhet në gjuhën arabe. Shirk i cili e barazon krijesën apo sendin me Allahu subhanahu wa ta'ala. Në lidhje me këtë, Allahu xhalla xhalaluhu në Kur'anin famëlar thot: "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Thot ka disa prej njerëzve të cilët përpos Allahut konsiderojnë dhe marrin zotra të tjerë. Yuhibbunahum ka hubbillah. Ato zotra të cilat ata i konsiderojnë si zotra, i dojnë ashtu siç e dojnë Allahun. Pra ashtu siç duhet të jetë dashuria ndaj Allahut, ata u akushtojnë dashurinë e tyre këtyre zotrave në thojza, zotrave të tjerë të cilat ata i llogarisin si zotra. Pra i duan ashtu siç duhet ta duan Allahun dhe i friksohen atyre ashtu siç duhet t'i friksohen Allahut. Allahu subhanahu wa ta'ala e tregon rastin kur mushrikët apo idhujtarët, ata që bëjnë shirk, do të hyjnë në xhehenem, do ta përjetojnë dënimin e zjarrit të xhehenemit, dhe pasi që ta përjetojnë zjarrin, do t'i thonë këto fjalë: "Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin." Do të drejtohen zotrave të tyre të cilët i kishin besuar dhe të cilët i kishin barazuar me Allahu subhanahu wa ta'ala. Do t'ju drejtohen dhe do t'ju thonë: "Pasha Allahun, ne kemi qenë në një humbje të qartë, në një humbje të dukshme. Idh nusawwikum bi rabbil alamin." Kur ne juve ju barazuam me Zotin e të gjitha botëve. Pra ne ishim në një humbje të qartë në dynja, kur juve ju konsideruan sikur Zoti i të gjithë botëve. Pra tham se ju jeni të njëjtë me Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra do ta pranojnë se ishin në humbje të qartë, mirë po këtë do ta pranojnë pasi të futen në zjarrin e xhehenemit. Dhe natyrisht kjo nuk do t'ju ndihmoj as pak, sepse pendimi nuk pranohet në këtë ditë. Pendimi mbaron me mbarimin e kësaj dynjaje. Pra përderisa njeriu vdes me shirkun e tij, pra ky është fundi, momenti i fundit kur ai mund të pendohet me pendim të sinqert. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala në një ajet tjetër kuranor thot: "Men dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih." Pra pjesë e ajetit kursi: "Men dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih." Kush është ai i cili mund të ndërmjetësoj për ta përveç me lejen e Allahut? Pra nuk ka askush i cili mund të ndërmjetësoj te Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra duhet Allahu të adhurohet, e jo të kërkohen zotra tjerë siç e bënin këtë idhujtarët mushrikët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët fjalët e të cilëve i përshkruan Kur'ani duke thënë: "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Ne nuk i adhurojmë putat për diçka tjetër, përveç se ata të na afrojnë te Allahu. Pra putat i kishin bërë si ndërmjetësues ndërmjet tyre dhe ndërmjet Allahut. Ne e dim se në Islam nuk ka ndërmjetësim kur është në pyetje besimi. Pra njeriu e beson drejt për drejt Allahun subhanahu wa ta'ala
dhe nuk ka nevojë që të ketë ndonjë ndërmjetësues i cili do të ndërmjetësojë ndërmjet tij dhe Allahut. Pra, kjo ishte përgjigje e mushrikëve. Than, ne nuk po i adhurojmë këta idhuj dhe këta zotra përveç se të na ndërmjetësojnë, pra të na afrojnë më tepër te Allahu. Mirë po Allahu subhanahu wa ta'ala këtë nuk e pranon. Dhe pra, për këtë arsye në ajetin kuranor, thot men dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni. Kush ka mundësi që të ndërmjetësojë te Allah, askush nuk ka mundësi të ndërmjetësojë. Madje as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, ne duhet t'i drejtohemi direkt Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ta adhurojmë atë në mënyrë të drejtë për drejtë. Ndërsa ndërmjetësimin për faljen e mëkateve apo shefatin e kemi në ditën e gjykimit kur pejgamberi alayhi salatu wassalam do ta ketë mundësinë që të ndërmjetësojë që neve si besimtar të na shlyhen disa gjunahe. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala në një ajet tjetër kuranor thot, i drejtohet pejgamberit alayhi salatu wassalam duke i thënë: "Qul id'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila." O Muhammed, thuaju idhujtarëve, thuaju mushrikëve, thirreni apo lutni ata për të cilët ju menduat se janë zotra. Lutni ata që t'ua heqin juve mjerimin apo t'ua mënjanojnë mjerimin. Pra kur ju gjendeni në pozita të palakmueshme, në pozita në situata që ju i urreni, lutni pra ata zotrat tuaj që t'ua heqin juve mjerimin dhe t'ju alargojnë juve vështirësitë, t'ju nxjerrin juve nga kjo situatë. Mirë po, natyrisht se përgjigje nuk ka, sepse ata idhuj nuk janë asgjë tjetër vetëm se puta apo pra vetëm se shtatore të ndërtuara nga duart e tyre, të cilët nuk flasin e as nuk dëgjojnë. Ky është pra shirku i madh, për të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala ka garantuar dhe ka premtuar se nuk e fal asesi. Ndërsa shirku tjetër është shirku i vogël, në të cilin fatkeqësisht shumica e njerëzve, shumica e besimtarëve musliman bin ndonjëherë me dashje apo ndonjëherë pa dashje. Këtë shirk pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka definuar në një hadith të cilin e transmeton Ahmedi dhe Taberaniu nga Umran ibn Husayn radhiyallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar." Gjëja më e madhe nga e cila unë frigohem për ju është shirku i vogël. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ju drejtua sahabëve dhe njëkohësisht me këtë na drejtohet edhe neve si pjesëtar të ummetit të tij, duke na thënë: gjëja që më së shumti un kam frikë për ju është shirku i vogël. Qalu wa ma ash-shirku al-asghar ya Rasulullah. Sahabët e pyetën dhe i thanë: o i dërguari i Allahut, çka është shirku i vogël? Pra shirkun e madh kemi të qartë. Mirë po çka është shirku i vogël? Qala ar-riya. Shirku i vogël tha është syefaqësia. Me bërë vepra sa për syefaqe, sa për syt e njerëzve, sa për t'i kënaqur dëshirat dhe epshet e njerëzve, e jo për Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra syefaqësia qenë ka shirku i vogël. Yaqulu Allahu azza wa jalla yawm al-qiyamati idha jaza an-nasu bi a'malihim. Allahu i madhërisëm në ditën e gjykimit kur njerëzit do të dalin me veprat e tyre para tij, do t'ju thotë Allahu atyre njerëzve: idhhabu ila alladhina kuntum tura'una fi dunya. Shkoni te ata për të cilët ju vepronit sa për syefaqe duke qenë në dynja. Fandhuru hal tajiduna indahum jaza. Dhe shikoni mos po gjeni ndonjë shpërblim te ata. Pra pasi ju keni punuar në dynja për njerëzit sa për syefaqe, pra nuk keni punuar për Allahun, atëherë shkoni pra te ata dhe kërkoni shpërblimin prej tyre. Ky është një prej dënimeve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra nuk do t'i merr Allahu subhanahu wa ta'ala në mëshirën e tij, dhe natyrisht nuk do t'i shpërblej
pasi që veprat e tyre ishin sa për sy e faqe, sa për të lavdëruar para njerëzve dhe sa për të i lavdëruar ata njerëzit dhe sa për të krenuar para atyre. Prandaj Allahu thot, shkoni tani me veprat tuaja para atyre para të cilëve ju veproni sa për sy e faqe dhe kërkoni shpërblimin prej atyre. Pra, nga kjo anën kuptojmë se definicioni i syefaqësisë është arritja e kënaqësisë së njerëzve me anë të ibadetit ndaj Allahut. Pra, njeriu e bën një vepër e cila në esencë është ibadet, e cila duhet të bëhet vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Mirë po përmes atij ibadeti e ka për qëllim të arrijë kënaqësinë e njerëzve. Kjo është syefaqësia. Dhe për këtë vepër personi kur të del para Allahut, Allahu do të thotë shko te ai njeri apo shko te ai grup njerëzish për të cilët ti veproje dhe kërkoje shpërblimin prej atyre. Mos e kërkosh shpërblimin nga unë. Vëllezër të dashur, syefaqësia apo shirku i vogël i zhduk veprat e mira. Sepse një vepër e mirë, një ibadet, qoftë i madh apo i vogël, që të pranohet të Allahu subhanahu wa ta'ala, duhet t'i plotësoj dy kushte apo dy kritere. Kushti i parë është të jetë vetëm për hir të Allahut. Nëse një vepër të cilën ti e bën, qoftë e vogël apo e madhe, një vepër e mirë, e cila mund të jetë ibadet i rëndësishëm, siç është namazi, agjerimi e kështu me radhë, nëse një vepër pra ti e bën, mirë po nuk e bën për hir të Allahut, që nga startja ajo vepër është e dështuar. Dhe kije parasysh dhe dije, bëhu i bindur se ajo vepër nuk pranohet te Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra kushti i parë dhe kryesor është që ajo të jetë vetëm për hir të Allahut. Kushti i dytë është që ajo vepër të jetë në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra që të pranohet, nuk mjafton vetëm të jetë për hir të Allahut, mirë po në të njëjtën kohë duhet të jetë edhe në përputhje dhe në pajtueshmëri me veprimet, porositë dhe urdhrat e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Nëse një vepër nuk ka bazë në veprat e pejgamberit alayhis salatu wassalam, në hadithet dhe transmetimet në sunetin e tij, ajo vepër nuk do të pranohet te Allahu subhanahu wa ta'ala. Sepse Allahu na e ka dërguar pejgamberin alayhis salatu wassalam për të na mësuar neve këtë fe, për të na mësuar neve se si bëhen ibadetet. Pra, nëse një njeri e bën një vepër dhe e ka për qëllim të arrijë kënaqësinë e Allahut, mirë po, nuk e plotëson kushtin e dytë, nuk vepron sipas veprimit të pejgamberit alayhis salatu wassalam, kjo vepër nuk do t'i pranohet. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ai i cili shpreson dhe e din se do të del para Allahut, do të takojë Allahun subhanahu wa ta'ala në ditën e gjykimit, le të veprojë vepra të mira dhe gjatë veprave të tyre mos të i shoqërojë Allahut asnjë zot tjetër. Pra atë vepër ta bëj vetëm për hir të Allahut, sepse vetëm në këtë mënyrë ka mundësi dhe ka shpresë që ai njeri të shpëtojë në ditën e gjykimit. Duhet ta dim se syefaqësia është cilësi e munafikëve, cilësi e hipokritëve, për të cilët Allahu subhanahu wa ta'ala thot, innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira. Vërtet munafikët do të jenë në shkallën më të fundit të xhehenemit dhe nuk ka mundësi që atyre t'u gjesh ndonjë ndihmës. Pra, munafikët do të jenë edhe më poshtë se mosbesimtarët, në shkallën më të poshtër dhe më të fundit të xhehenemit. Andaj duhet të kemi kujdes që të mos bëjmë ndonjë cilësi, që të mos bijmë në ndonjë cilësi të munafikëve, siç është syefaqësia apo shirku i vogël. Në lidhje me munafikët, Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin famëlar thot, innal munafiqina yukhadi'un Allaha wa huwa khadi'uhum. Vërtet thot munafikët mundohen ta mashtrojnë Allahun.
wa huwa khadi'uhum, ndërsa në realitet Allahu i mashtron ata. Pra nuk mund ata ta mashtrojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, pra të bëjnë vepra për syje faqe dhe ta mashtrojnë Allahun. Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili mund t'i mashtrojë ata. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Kur ngriten për të falë namaz, ngriten me përtaci, ngriten me dembeli. Pra e bëjnë namazin mirë, po e bëjnë me përtaci. Yura'un an-nas. Dhe me këtë namaz ata dëshirojnë që të tregohen para të tjerëve, para njerëzve, para syve të botës. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala e përmendin shumë pak. Këto pra janë cilësit e munafikëve, disa prej cilësive të munafikëve, sepse cilësitë e munafikëve janë të shumta, mirë po njëra prej tyre është se ata mundohen ta mashtrojnë Allahun, ndërsa në esencë, në realitet Allahu i mashtron ata. Dhe kur të ngriten për të falur namaz, ngriten me përtaci. Pra falen mirë, po krejt me dembeli e kanë atë namaz. Kjo është pra cilësi e munafikëve dhe nuk e përmendin Allahu subhanahu wa ta'ala përveç se pak. Edhe atëherë kur e përmendin vetëm sa për t'u lavdëruar para të tjerëve. Sa për të thënë njerëzit se filani është besimtar i mirë, filani është besimtar i devotshëm, ndërsa në realitet ai është prej munafikëve dhe do ta ketë vendin në shkallën më të poshtër të xhehenemit. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala në një ajet tjetër kuranor në lidhje me munafikët dhe cilësitë e tyre thot: Ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, mos i prishni lëmoshat dhe sadakate juaja, mos i zhdukni lëmoshat dhe sadakate juaja me të krenuar dhe me ofendim. Pra, nëse e jepni ndonjë sadaka, nëse e jepni ndonjë lëmosh, nëse ndihmoni për hir të Allahut, mos e prishni këtë ndihmë dhe këtë sadaka me anë të krenarisë dhe me anë të ofendimit. Mos e prishni këtë sadaka duke u lavdëruar, duke thënë se unë kam dhënë kështu për filan xhamin, kam dhënë kaq, ose filan të sëmurit i kam ndihmuar kështu e kështu, ose filan jetimit i kam ndihmuar e kështu me radhë. Pra, mos i prishni sadakate juaja duke i pasuar ato me të lavdëruar dhe me krenari. Kelledhi yunfiqu malahu ri'a an-nas, sepse kjo i përngjan atij personi i cili e jep pasurinë e tij sa për të dukur para syve të njerëzve. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dhe i përngjan atij personi i cili nuk i beson Allahut dhe nuk i beson ditës së gjykimit. Fa mathaluhu kamathali safwanin alayhi turab. Shembulli i këtij njeriu është sikur shembulli i një guri të madh të lëmuar në të cilin ka pak dhe. Është një gur i madh i lëmuar dhe i mbuluar me një shtresë të hollë të dheut. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Këtë gur të lëmuar, të mbuluar me shtresë dheut, e godet një shi i madh, e godet një shi i rrëmbyeshëm, fatarakahu salda, dhe të gjithë atë dheun të cilin e ka mbi, ja hedh poshtë. Pra e le të zhveshur atë gur. Pra ai gur i cili ishte i mbuluar, shiu i rrëmbyeshëm ja heq atë dheun dhe e le të zhveshur. Pra e lën lakuriq. Ashtu është edhe ai person i cili jep sadakan, mirë po e pason me të krenuar dhe me të lavdruar, dhe pastaj mbetet lakuriq sikur ky guri, pra mbetet pa asgjë, i zhduket dhe i shlyhet ajo vepër, dhe jo vetëm që nuk do të shpërblehet te Allahu, mirë po do të dënohet. La yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. Ata njerëz nuk arrin asgjë nga ajo e cila punua. Pra nga veprat e tyre në ditën e gjykimit nuk arrin asgjë. Wallahu la yahdi al-qawma al-kafirin. Dijeni se Allahu nuk e udhëzon popullin mosbesimtar. Këto ishin pra disa prej cilësive të munafikëve, apo cilësive të syefaqësisë, e cila në realitet është shirku i vogël, apo shirku i cili është lloji i dytë. Pra, shirku thamë se ndahet në shirk të madh
dhe shirk të vogël, pra shirkun e madh Allahu subhanahu wa ta'ala asesi nuk e fal, ndërsa shirkun e vogël Allahu subhanahu wa ta'ala ka mundësi që ta fal, mirë po duhet larguar prej fatësisë, e cila në të vërtet është shirku i vogël, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na largojë nga shirku, qoftë i madh apo qoftë i vogël, të na largojë nga shirku, qoftë atë që e bëjmë me dije apo pa dije. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na begatojë me begatinë e devotshmërisë dhe me këtë të shpresojmë shpërblimet e Allahut subhanahu wa ta'ala në ditën e gjykimit dhe të shpresojmë se do të na kaplojë në mëshirën e tij dhe do të na mbrojë nga zjarri i xhehenemit. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.